Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar, zonja Arta Dollani, është arrestuar. Një tjetër skandal për këtë qeveri, e cila ka kaluar në statusin e arrestuar. Akuzat dhe arrestimi i kreut të arsimit parauniversitar është ngjarje e zezë për mësuesit, nxënësit dhe shoqërinë dhe dëshmi e rënimit të plotë të sistemit ton arsimor. Fenomeni Arta Dollani na flet për partinë shtet, që për 13 vitesh ka degraduar institucionet në çdo nivel. Fenomen që mishëron ngritje në karrierë nga hiçi në maj dhe fundin e paracaktuar sërish në hiç. Nga punonjësa e thjeshtë e bashkisë, Dollani u katapultua në pozicionet më të rëndësishme të Ministrisë së Kulturës, si drejtoreshe e institucionit të monumenteve të kulturës. Me firmën e saj u shembën godina me vlerë historike e kulturore për të zëvendësuar me kulla betoni. U shemb teatri kombëtar, u përçudnuan hapësirat e Budrintit në biznese, u hoqën vepra të çmuara nga lista e trashëgimisë kulturore e të tjera bëma. Për dëme të rënda ndaj kulturës dhe duke qenë nën hetim për shpërdorim detyre, Dollani nuk u ndëshkua, por u shpërblye nga Ministria e Arsimit, zonja Mirela Kumbaro, me këtë pozicion shumë të rëndësishëm në krye të arsimit, për të firmosur aktet e fundit të groposjes së sistemit edukativ. Papërgjithshmëria e zonjës Dollani në krye të Agjencisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar u shfaq qartazi edhe në mënyrën se si ajo e trajtoi institucionin që drejtonte. Që për emërimit në detyrë, sipas të dhënave dhe dëshmive të punonjësve, ajo paraqitej në punë vetëm për një kohë simbolike rreth 1 orë ose nuk shkonte fare gjithë ditën dhe mungonte plotësisht. Ndërkohë për stafin vartës zbatoi një regjim presioni dhe kontrolli absurd me apel dhe lisprezencë deri në 3 herë në ditë. Ky standard i dyfisht, ku drejtuesja shkelte hapur rregullat që u impononte punonjësve të tjerë, është tregues i arrogancës së pushtetit, i shpërfilljes së etikës administrative dhe i shkatrimit të çdo parimi të barazisë dhe të përgjegjshmërisë institucionale. Një sjellje e tillë jo vetëm minon funksionimin e institucionit, por jep edhe mesazhe më të keq të mundshëm në sistemin arsimor. Se ligji dhe rregulli vlen vetëm për të vegjëlit, jo për ata që mbrohen nga pushteti. Dollani është simboli i degradimit qeverisës, një person i pa kualifikuar dhe pa lidhje me arsimin, por me lidhje të forta me pushtetin dhe vegël e tij për të nënshkruar çdo akt marrëzie qeveritare. Ajo arrestua për kontrabandën e mbetjeve të rrezikshme dhe kjo është dëshmi tronditse e nivelit të drejtimit të arsimit, modeli që asnjë mësues, asnjë prind dhe asnjë qytetar s'do donte t'ia jepte fëmijëve. Fëmijët tanë kanë nevojë për dije dhe arsim cilësor, për modele për kushtimi dhe modele integriteti, për shkolla që shohin arsimin si themel i së ardhmes. Shoqëria shqiptare nuk mund të vijojë më me korrupsionin, me institucione të shkatëruara dhe degraduara plotësisht, me drejtoresha që përfundojnë si viktima të pushtetit, me ministra në burg e zëvendës kryeministre që ka shpërdoruar miliarda lek prej xhepave të shqiptarëve.